e Allahu xhalla shanuhu asse nuk harran. Andaj ka thonë Imam Shafiu, nuk ka ajet i cili është përgëzim më shumë, më i madh se sa ky ajet për ata të cilët është bë padrejtësi. Pa mendon njeriu se flet e nuk do të merret llogaria? A mendon njeriu se shpif e do të kalojë në heshtja? A mendon njeriu se nënçmon e do të kaloj i pandëshkuma? A mendon njeriu se e shfrytëzon pozitën e tij, e shfrytëzon karrikën e tij, e shfrytëzon ekranin e tij, e shfrytëzon faqen e tij, e shfrytëzon profilin e tij, e shfrytëzon gjuhën e tij, e shfrytëzon lapsin e tij për të nënçmuar, për të shoh, për të shpif, për të intrigu, për të vendosur para kurthave njerëz të caktuar, e si rezultat i kësaj dikan e kalon pa gjëm, dikan e ka shkatruar familjen, dikan e ka shkatruar karrierën, dikan e ka shkatruar ardhmen, apo dhe këtë këtu do të kalojnë pa vërejtshëm? Po jo, wa ma kana rabbuka nasiya. E Allahu xhalla shanuhu asse nuk harran. Andaj ka thonë Imam Shafiu, nuk ka ajet i cili është përgëzim më shumë, më i madh se sa ky ajet për ata të cilët është bë padrejtësi. Dhe nuk ka ajet i cili është kërcënues më i madh, për kërcënim më i madh për çdo kënd që ka bë padrejtësi, çfarë do natyre qoftë ajo, më shumë se ky ajet. E Allahu xhalla shanuhu asse nuk harran. Shpifet që i bajnë, intrigat apo kurthat, a mendon njeriu se do t'i bëjnë gjithë ato, e do të buzëqesh, e do të qesh, e do të kthehet tek familja e tina, e nuk do ta vrej askush ato që ne ka bëu? Asese. Andaj Allahu xhalla shanuhu në fund të surës Mutaffifin na sjell pikërisht një përshkrim të tillë, ku Allahu xhalla shanuhu në përshkrimin e të mirave në xhenet, duke i përshkruar xhenetin, duke i përshkruar të mirat e xhenetit, e bën një shkputje dhe del jetën e kësaj bote. Del jetën e kësaj bote duke i tregu ata të cilët kanë kalu afër besimtarve jetë ghamezun, edhe i kanë përqesh ata. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. I kanë përqesh, i kanë tall, kanë bë hajgare me ta, ama kur janë shku të shtëpia, breng nuk e kanë pas këtë punë. Janë kthyer në familjet e tyre, të buzëqeshur, të relaksuar, të qeshur, duke mos llogarit damin që ne kanë bë. Allah xhalla shanu optan i thotë mos menoni banor xhenetit, se ju ka kalu ajo që ne keni përballuar këtë dynjë pa vërejt. Kjo është dëshmia këtë asaj, e për ta që tash do të jenë në grupin tjetër atje,